Se njësia administrative prap do jetë atje. Dhe nuk është problem interneti, sepse interneti vete kudo, sepse ky është sot. Zhvillimi i vendit, interneti, rruga. Këto janë gjërat elementare që një familje të ketë kurajon për të qëndruar atje dhe për të jetuar. Nëse kjo familje nuk i ka këto dhe bën llogaritë se ku është më mirë për të nxjerrë muajin, atëherë do të shkoj në Vlorë kur i ka më mirë, apo do shkoj në Fier apo do shkoj në Tiranë. Pra, duhet vënë gjërat në shosh dhe duhet vendosur në tryezën e bisedimeve dhe të i thot popullit që unë i kam planifikuar gjërat për Selenicën ose për Poliçan. Juve keni frikë, por unë i them mos keni frikë, se do bëhet 1, 2, 3, 4 gjëra. Pra të shpjegojnë se cilat janë të mirat e kësaj ndarje territoriale. Po, të shpjegoj, sepse që do bëhet. Sepse është një alternativë europiane, nuk është diçka e nxjerrë nga xhepi dikush. Por ama popullit duhet ja bësh të qartë. Pse ka të drejtë për shembull populli i Selenicës që të jetë skeptik, dyshues? Është sepse populli i Selenicës, i bashkisë së Selenicës, ku përfshihet gjithë Labria, nuk është pyetur për shembull për marrjen e ujit të lumit Shushica dhe për ta quar drejt Bregdetit. Po. Dhe bile vetë populli i Selenicës i thoshte mos merr ujin e këtij lumi, sepse Zoti 1 dhe natyra 2 dënojnë neve që jetojmë këtu. Kurse ty do të dënoj ligji dhe historia që pse e bëre këtë akt. Pra, njerëzit tani janë të dyshues. Ti ke marrë gjysmën e lumit edhe më tepër dhe e çon diku tjetër. Dakord, brenda Shqipërisë çohet ai se hajde të ndihmojmë me Bregdetin. Po ke burime, disa burime të tjera më në jug që derdhen në det si ujërat e Syrit të Kaltër apo të Borshit, edhe ato nuk janë marrë për shumë që të ndihmohet Bregdeti më në veri. Edhe u mori një lum që hoqi jashtë loje komplet fushat e Topalltis të Vlorës. Mirë, një tjetër element që është përdorur në këtë propozim është edhe ai i minoriteteve, ku të gjitha kriteret aplikuara në reduktimin e 15 bashkive nuk janë zbatuar në rastin konkret. Këtu e kanë fjalën për Pustecin, Dropullin, Finiqin dhe Himarën, pavarësisht se kjo e fundit ka shënuar një rritje të urbanizimit dhe rrjedhimisht edhe të banorëve. Në rastin konkret për këtë komunitet dhe për synimin për shkrirjen e tyre? Këto janë çështje të cilat bazohen në ligje dhe në momente historike. Prania e minoriteteve etnike apo etnokulturore që kanë qenë dhe që ekzistojnë akoma në Shqipëri është pjesë e historisë së Shqipërisë. Ata janë qytetar shqiptar, por që kanë një cilësi të veçantë. Në bazë të ligjit të mbrojtjes së minoriteteve kombëtare, nëse ne suprimojmë, njësinë e tyre administrative që është bashkia, atëre akoma më shumë këta janë 2 herë më të zhgënjur se sa pjesa tjetër e popullsisë. Edhe do jenë akoma më shumë të pambrojtur. Skema aktuale e garanton përfaqësimin e tyre? Duhet të ulet qeveria dhe të thotë se pse e garanton, sepse nuk mund ta thotë që nuk e garantoi. Skema aktuale, kjo që është aktualisht, kjo e 2014-s. Kjo e 2014-s mendoj se është okay. Sepse nuk ka nevojë mendoj. Janë të përfaqësuar. Janë të përfaqësuar. Nuk është se duhet të përfaqëson thjesht jemi neve minoriteti grek dhe kjo është bashkia e minoritetit grek, sepse atje ka dhe qytetarë shqiptarë që jetojnë, domethënë etnikisht sepse shqiptarë janë të gjithë, sepse përderisa jetojnë të gjithë në Shqipëri, të gjithë shqiptarë jemi. Por kanë dhe cilësinë e tyre të veçantë. Dhe në emër të kësaj dhe respektit për këtë dhe në respekt të konventës kombëtare, të konventës ndërkombëtare evropiane për mbrojtjen e drejtave të njeriut, konventa kuadër që quhet, dhe të ligjit të minoriteteve të bazuar në këtë konvent, atëherë ti mos u hiq këtë respekt dhe këtë dinjitet duke e lënë bashkim përfaqësuese të tyre. Dhe në këtë kontekst, edhe Selenica mund futet edhe në këtë kontekst, sepse vetë Selenica është qendra më e madhe në Shqipëri ku banojnë më shumë vleh në një qendër. Ka banuar në vitin 1990 3500 banorë. Më falni, vleh në Selenicë. Dhe edhe kjo pjesë
domethënë është plotësisht e justifikueshme që të ketë një argument më shumë pse Selenica duhet të jetë bashki. Por, unë e marrë më tepër në